që keni ardhur, jeni vetë në dritare. Për neve, banorët e poshtë në Bosqova që në ka marrë tokat, ju përshëndesim, por unë jam një ndër për të prekët dhe mira me blegtori. Kam blegtori të zgjeruar, jam e numër 1 me të gjitha këto dhe kam 35 vjetë që këtë tokë e administroj. Duke i shërbyer, duke hedhur me tonalat pleqet, kjo tokë dihet që ka qenë shëllir dhe unë e ka administruar, duke qenë i rregull me shtetin, me taksat, me të gjitha gjërat. Tani si bëhet kjo punë, që të vit tjetrin nga larg të marrë tokën këtu. Unë nuk e di çfarë shteti kemi ne këtu, se mi fëmijët na ikën, i degdisën vetë, i degdisën ata dhe kemi ngjyrën ne, duhet na heqin dhe ne ta heqin. Por e mira është që t'i vëmë gishtin kokës, çdo qeveri që ka qenë, ajo që është, ajo që do vi, ne po na këpusin në mes. Vjel e vetmja rrugë Europë, që Europë, që dua Europën unë. Për të marrë pasaport në vajtë të varrezat se fëmijët i hoqa që këtu. Unë që duhet pasaport për në Europë. Na linë të ushqemi këtu. Në ka zënë tokat, vinë tjetri, nuk e di se kush është administrator këtu që po i bën punimet, dhe unë se njo. Vinë ai bëhet zot, tashin, thot shteti jo vetë gjyqësi. Pas zgjidhet ti o shtet. Zgjidhet ti, unë nuk dua vetë gjyqësi. Po, jam dakord që nuk duhet vetë gjyqësi. Atëherë zgjidhet ti o shtet. Unë për këtë të kam ty si shtet, ta zgjidhish ti, jo vetë gjyqësi, se edhe mund vetë edhe vetë gjyqësia. Po vetë gjyqësia nuk është e mirë. Asnjëherë nuk është e mirë. Si, më thuaj, ta zgjidhun, o zoti Rama, o zoti Sali. Më thoni mua ju, dakord se dhe ne na humbët shpresën ju, ne jemi gjendje komi tani. Ne kemi vajtë gjendje komi, na humbët shpresën. Na humbët shpresën, edhe një herë po them, na humbët shpresën. Ka vdekur shpresa tek neve. Ne kemi futur gjendje komi. Më thuaj ti, Byrëm urdhë ti në vend tim se do vi unë i bëjmë kryeministër. Po, e ndaj edhe me dosje shtetin. Dita bëj dhe kryeministër. Me dosje funksionon. Po, ministri bujqësisë ka dosje vere, ti kërkon llogari, i kërkoj llogarim, ministri bujqësisë. Po, me dosje, lerja, më birë dosje, filan dosje. Edhe unë t'jem kryeministër, po e bëj. Po e bëj. Jo kështu se në keni ngulur thikën në neshtër. Në keni thyer shtyllën kurrizore, po ku do qëndroj koka tani? Se nëse ti thyer shtyllën kurrizore njeriu, ku do qëndroj koka? Këta po bëni ju, po na hiqni dhe kokën tani, se shtyllën kurrizore na hoq. Faleminderit.